Ilir Shtufi, biznesmeni I kërkuar nga Spaku dhe I arrestuar në Greqi, do të ekstradohet në Shqipëri për të përballur me akuzat për trafik droge dhe pastrim parash. Këshilli I Apelit në Selanik miratoi kërkesën e autoriteteve shqiptare, ndërsa sipas burimeve 53 vjeçari nuk e kundërshtoi ekstradimin. Procedura pritet të përfundojë pas firmës së ministrit grek të drejtësisë. Spaku dyshon se Shtufi përmes kompanisë Nova Construction ka pastruar paratë e siguruara nga trafiku I kokainës I vëllezërve Koçeku. Me këto fonde dyshohet se janë ndërtuar pallate, resorte dhe vila në Tiranë dhe në zonat bregdetare, të cilat po verifikohen për burimin e financimit. Gjykata e posaçme ka caktuar masa sigurie ndaj Shtufit dhe 19 personave të tjerë, prej të cilëve 15 janë lënë në arrest në burg dhe 5 në arrest në shtëpi. Sipas Spakut, hetimi ka goditur 2 grupe kriminale me role të ndara në sigurimin, transportin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Grupet dyshohet se kanë trafikuar mbi 6.7 ton kokainë nga Amerika Latine drejt vendeve të Bashkimit Evropian, kryesisht përmes porteve të Antwerpit dhe Rotterdamit. Droga fshihej në kontenjer me qymyr, fruta dhe soj, ndërsa 1 kilogram kokainë shitej nga 26.000 deri në 30.000 euro. Gjatë operacionit janë ushtruar 50 kontrolle dhe janë sekuestruar 18 vila luksoze me vlerën 2.1 milion euro, si dhe 336 llogari bankare. Pasuritë dhe fondet e tjera që pritet të sekuestrohen vlerësohen në mbi 6.2 milion euro dhe 9 milion lek.